është, Ermal. Unë ta kom dërguar duket nëse mund na me përdor një minutë tabelën me ilustru, çka i bën kjo marrëveshje konkretisht për Kosovën. Çka do të thotë ju kërkoj folje dhe analizës, do ta marrësh një minutë për me shpjegu, se mendoj që ka rëndësi për opinionin publik juridikisht me shpjegu çka është kjo marrëveshje. Se mendoj që gjua, Ermal, para se me boni sharim, gjua që përdori kurti... Nëse ka mundësi në drejqimin, ju lutem drejqimin. Gjua që përdori kurti, Ermal, ke edhe Sorensen, ke shumë diplomatike, shumë profesionale, sa që njerëz me kuptojnë çka është esenca e kësaj. Esenca e kësaj marrëveshje në dy çështje. Është një, unë po provoj me bën një vizatim për me kuptu, janë që tu individ, çështja e individëve dhe çështja e institucionit. Se ko kanë me i të dyjat, për nësë mi morë ku për shkryj shkurt. Mund të qëndrojnë është ta këtë pjesë për me shpjegu ma mirë. Për sa i takon individve, marrëveshja parashe që individ që punojnë profesor, janë student në universitetin paralel në veri, janë mjek në spital, janë mësus, për me ardhë me punu, kanë me u paraqit të institucionet e Kosovës me dokumentat shume ju prej Sërbisë, sa ashtu ligjenjesit huaj, po prej strukturave ilegale, me i pru faktet civile, për që ata kuj përdur këtë fjallë për me manipulu opinionin, si me kuptohet, faktet civile janë me ditë sovjetiki, i kuna so je i gjatë, ajo kjo të dhona civile, me thonë që unë jam që kë, në shumë ata shtimu lejën e qëndrimit për 12 muj, me punu në strukturat ilegali. Edhe shteti kom janë shu, kom janë njëfë qatë dokument. Fakti që ti ja pranën qatë dokument, e shkel sovranitetin e Kosovës, sepse Kosova definohet si shteti pavarur, e ato dokumente që ti ja pranon, e njojnë Kosovën si pjesë të Serbisë. Edhe ti ja pranon një dokument që shkel sovranitetin. Kjo sa i takon individve. Kjo katrori dytë që vizdatova është për institucionit. Qëta individ që i morin që ato leje, në mënyrë totalisht jo ligjore, kanë me punu ku? Kanë me dhonë mësim në universitetin paralel, i cili nuk akreditohet për agjencionit akreditimit Kosovës, nuk financohet për Ministrisë të Arsimit, nuk monitorohet puna e tij si çdo universitet, është universitet paralel. Mjeku ka me punu në spitalin që nuk menaxhohet për Kosovës, nuk financohet për Kosovës. Pra kanë punu struktura paralele. Pra tipi formalizon veç individ, edhe ato në mënyrë jo kushtetuese, me punu në institucione që sfidojnë shtetin e Kosovës. Krejt kjo, Ermal, edhe du mi marrë veç 2 minuta, krejt kjo që po bëhet është implementimi e autonomisë që u bën në Edhe ju kërkoj falje që do t'i marrë 2-3 minuta me shpjegu pse po implementohet autonomia si jurist tash. Edhe po flas me përgjegjësi për profesionin që e mbaj. Sepse gjitha pjesët e autonomisë të pranuar në veri, në orë, vetë menaxhimit që është atje, janë tashmë në teren. Cilat janë ato? E ke draftin e asociacionit që është pru për i BE-s. BE-ja ka thosë guzëni me ndru këtë draft kur. Nja. Edhe ai draft thot që do të ketë një arbitrazh në Bruksel, që kur rrokën asociacioni me qeverinë e Kosovës, nuk shkojnë gjykatës, por shkojnë në Bruksel. Po para se me shku aty thot që do të me shku në gjykatë kushtetuese. Edhe përmend, okay, e shëti çfarë mundet me bëj gjykata kushtetuese me ta ndalë procesi politik, i na këtu dhe kena me po atë draft statuti, që ky draft statut mas pari do të më shku në gjykatë kushtetuese. E shohim akoma në ato. Draft statuti ekziston, pjesa e parë e asociacionit. Pjesa e dytë janë dokumentet speciale, pasaportat që kanë njëtë BE-ja me liberalizim viza për serb në veri. Tretën e ki elektroserverin, e ki rrymen anej ma të lirë se këtu. E ki tash universitetin paralel që kanë me punu shta që pjodojnë lejet. E ki shkollat edhe spitalet që të po themi paralele. Krejt pjesët, Ermal, tash më janë teren. Më fali me zhvillu me një metaforë. Këtu ta vërsh du të mu kombinu, edhe më vënu një kopertur juridike që mu themelu autonomia. Ajo kopertur juridike është marrëveshja e urit vetë menaxhimit. Dhe kurti e ka fut fjallën vetë menaxhim në orë, veç për me hik fjallën asociacion. Nëse e lexon marrëveshjen e urit, askund fjallë asociacion nuk përdoret, se duhet me i thonë publiku s'është asociacioni. A më e kini formulim super diplomatik, pikën dhe i thot, po let merrën vesh, që gjitha marrëveshjet e drejtohet me mesin obligative. Çka janë të gjitha marrëveshjet? Është asociacioni. Po ky ka po kompromis me andru emrin. Që kjo, kur ti vendoset kopertura juridike e quajtur vetë menaxhim prej orit, që kjo bëhet autonomia. Bëhet asociacion. Jo, vetë menaxhimi kom ja lënë këmbë, kom ja hik asociacion. Po bëhet asociacion. Pse ju jeni kundër asociacionit kur PDG-ja, zoti Thaçi atëherë e ka pranuar asociacionin dhe mbi çdo parime është negociuar dhe ohri më thënë. Sepse bekim që ky asociacion që po quhen ky vetë menaxhim, nuk ka asnjë lidhje me marrëveshjen e orit. Unë kisha posë me pas një emision special me fol pik për pik. S'ka asnjë lidhje. Kjo është vetë menaxhim, ajo ka me karakter koordinues si është asociacioni sot. Që kjo do të jetë, po përmbyllim me këtë fjali, autonomia lloji më i fortë i autonomisë,
që ka ndaj kush në Evropë kur t'implementohet. Dhe këtu do t'jemi do ta shohim. Që Kurthi e ka kundërshtuar situacionin, masnej ka eskalu në një autonomi më të zgjeruar se sa ka parashikuar situacioni. Absolutisht ka eskalu, sepse ka kërkuar vetëm janë rru fjalën, me thos situacion. Veç lojë diskursive ka qenë. Ma në men, kur thëme lojë që këtë mekanizm s'ka mu qujtë ma asociacion. Por zvarritja në ka qu dikun në një situatë ma të keqe, ma të dopshme për neve. Absolutisht, sepse ti vetë menaxhimi do të mu menaxhu ti pavor kundrejt një institucioni. Kundrejt kujt? Kundrejt institucioneve të Kosovës. Qëre për marrë një shembull, na kena bos autonomi, ju kujtohet në autonominë e 74-ës. Kena bos me kushtetut. Po, kur ka morë një vendim krajina autonome socialiste e Kosovës, së qujtë. Federata Jugoslove ka mujtë mja prish. Ti s'kime mujtë mja prish asociacion, kime shku në Bruxelles në arbitrash. Unë kom shumë me thosh presoj që kena një emision special me folë për këtë dhe kërkoj falin nëse e mora ko. Nuk kom problem me veç 4 ora me analizën e çka prodhon. Veç 4 ora ke vizatu. Nuk kom Ti ka po institucionet e autonomisë. Po, çdo janë institucionet. Po, që aty është vendi është